nderuar kryetar të komunave me stafin tuaj, i nderuar mysafir i veçantë special, kryetari i Bashkisë së Kavajës me stafin e vet, zotëri Fisnik Qosaj, të nderuar deputet të Parlamentit të Kosovës, të nderuar përfaqësues të ushtrisë tonë të lavdishme, të nderuar përfaqësues të policisë sonë krenare, që vërtet na bëni të jemi krenar me ju, të nderuar hoxhallar, koleg, imam, të nderuar përfaqësues të dalur nga organizatat e luftës sonë islami, të cilët edhe atë që kërkua nga ju, e gjetëshe në ditën e kiametit në peshojat e mira për dini para Allahut Azza wa Jall. Të nderuar profesor arsimtar, të nderuar mjek të lemive të ndryshme, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar mysafir nga diaspora, nga Italia, Anglia, Slovenia, Gjermania, Zvicra, mysafir nga Turqia, të cilët e përshëndesim dhe e urojmë mirëseardhje në këtë tubim. Shumë i nderuar Haxhi Rahmani, plaku i vjetër i Rrugovës, pleqnar me zë në veçantini duka gjenë por dhe gjëtiju. Ju panelistë të nderuar, ju të gjithë që jeni prezent në këtë tubim, në këtë iftar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi një muaj në bekuar Ramazan, në iftar. Jemi në vitin 1427 Hijri, në vitin 2026 Gregorian. E me qenë se jemi në iftar, vlen ndoshta vetëm sa për një hori edhe për kuriozitet e për kënaqësi, për të rikujtuar Ramazanin e parë në historinë islame. Ishte viti i dytë Hijri i shpërngulës së pejgamberit alayhi salam në Medinë. Në muajin Shaban, i cili është muaji i tetë, zbritën ajetet të cilat obligojnë agjërimin e Ramazanit. Pejgamberi agjeroi më njëherë, sepse mas Shabanit erdhi Ramazani me shokët e tij. Pra ishte viti i dytë. E agjeroi Ramazanin bashkë me ta. Dhe Ramazani ata shkuan, po Ramazani mbeti. Ata shkuan, por Islami mbeti. Nga viti i dytë Hijri, tani përnumërojmë vitin 1427. Çdo vit pati Ramazan. Çdo vit agjeruan muslimanët në 4 anët e botës. Sa grupe, popuj, shoqëri futeshin në Islam, më njëherë kuptonin se pjesë e Islamit, madje shtyllë për shtyllave të Islamit, është edhe agjerimi, dhe njerëzit shpejtonin ta zbatonin këtë detyrë. Me gjithë sfidat e mëdha të cilat i përjetuan muslimanët gjatë historisë së tyre,
si fjale e vije, sfida e fundit dhe shumë rëndë komuniste që përjetoj populli jonë krejt dhe shumë popull të tjerë musliman anë kënë botës, ku atë shumë u luftua Ramazani, atë shumë u luftua Islami, por me gjithate muslimanët arritën të te kalojnë edhe atë sfidë dhe Ramazani të mbetet. Komunizmi shkoj, sistemi komunist u largua për gjithmonë, por Ramazani mbeti. Dhe u rikthye sërish edhe njëherë edhe në ato vende, se kurse në qytetin e Kavajës, që vërtet është një qytet shembull i shkëlqyshëm i qëndrueshmërisë së vëllezërve e motrave